vazhdoi udhëtimin dhe e vonoi udhëtimin e hyrjes në Mekë. Dhe natën, deri në këtë çast, pejgamberi alayhis salam s'kishte shkuar në natën e Miraxhit. Kjo është para natës Miraxhit. I vdiq bashkëshortja, i vdiq xhaxhai, i ndodhi Taifi, pastaj shkoi në Miraxh. Pse po e them këtë? Se pejgamberi alayhis salam nuk falte 5 vakte në këtë kohë. Për këtë po ta them. Po falte sabahun dhe ikindin ose akshamin, mbrëmjen që quhet. 2 vakte. Kurse obligime kishte që kur i ka ardhur shpallja, falte namazin e natës. Nuk e kalon gjithë jetën. Dhe e vonoi për të hyrë në Mekë se do e runte veten, do t'i bonte sebepet dhe natën ndaloi me Zeidin, u veçua dhe filloi të falet. Allahu Ekber. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimet i takojnë Allahut Zotit gjithësisë, pamirësit të përgjithshëm, mëshirbërësit, sunduesit në ditën e gjykimit. Vetëm ty të adhurim. Surën Fatiha. Vetëm ty të adhurim dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre njerëzve që i bekatove me të mira, dhe jo në të atyre që ti u hidhrove me to dhe humbën nga e vërteta. Pastaj lexonte Kur'an. Aq Kur'an sa kishte zbrit deri në atë kohë. Çka ka ndodhur? Mekasit nuk pranonin fen. Taifi ishin në frikë dhe ironik. Adasi po. Tani, në këtë udhtim, se Zoti kështu është kur të provon dhe të begaton. Ai i ban ekuilibrat. Asnjëherë thot në Kur'an, hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu, mata nasrullah. Ngushtohet nga herë situata, thot ai shumë sa pejgamberët kanë thonë dhe ato të cilët besojnë me të, ku është ndihma e Allahut? Përgjigjja, ela inna nasrullahi qarib. Ajo është afër shumë, mos u mërzisni, ajo vjen shpejt. Kështu ka thonë, me të vërtetë ndihma e Zotit është afër. Kur'an, surën Bakara. Tani, këtu mori informacion të ri pejgamberi alayhis salam dhe këtu u informu për herë të parë që Zoti s'e kishte dërguar vetëm për njerëzit, po edhe për gjindët. Këtu ka zbrit, pas kësaj historie ka zbrit suratul Jinn. Ka i surë gjindët në Kur'an. Qa thohet? Qul uhiya ilayya. Thuaj po më shpallet mua. Pejgamberi alayhis salam ka qenë tu fal namaz natë. Nuk ka ditë që aty janë mbledh gjindët dhe i thëshë njëri tjetrit pushoni të dëgjojmë Kur'an. Nuk ka ditë sa është botë e padukshme. Vetë fjala xhin do të thotë ajo që s'duket me sytë tonë. Po shumë gjëra ne nuk i shohim, për shembull rrezet ultraviolet, ne si shohim. Me aparatura ajo shikohet. Rrezet gama jo. Rrezet e ndryshme biles shumicën e dritës ne nuk e shohim me sytë tonë. Po që ajo është vëzhguar me anë të aparaturave. Pra shumë gjëra ne si shohim. Por ato ekzistojnë. Dhe gjindët pejgamberi alayhis salam nuk i ka pa. Zoti e ka lajmëruar. Po kur ka këndu Kur'an atë natë, ato janë mahnit. Çfarë thotë në Kur'an? Thuaj po më shpallet mua se një grup i vogël prej gjindëve dëgjuan Kur'an dhe thanë, ky është një Kur'an që mahnit. Ka dash Zoti që vetëm atë natë, se ato kanë net një farë kohë duke dëgjuar perlat e Kur'anit dhe kanë thonë yehdi ila rushd. Ky Kur'an udhëzoka në më të mirën, në më të shkëlqyeshmen. Dhe ne e besojmë Zotin dhe nuk i shoqërojmë atij shok. Përmendet në 2 sure. Do më vazhdo surja Jinn shpjegon më shumë për atë që don më shumë le ta dëgjoj suratul Jinn. Se shpjegon edhe për pozicionin, thot disa për nesh janë musliman, disa janë jashtë rrugës, muslimanët për nesh do të shpërblehen. Domethënë pejgamberi alayhis salam për herë të parë mori vesh që si thot Zoti të dërgua mëshirë për gjithë botrat, nuk është vetëm bota e njerëzve, është dhe bota e xhinëve dhe asaj që doni madhi Zot. Dhe pejgamberi alayhis salam mbasi fal namaznatet nesërmen donte të hynte në Mekë. Dhe ishte shumë e vështirë. Filloi t'i kërkoi ndihmë fiseve të ndryshme të fuqishme të Mekës që ai nuk kishte armiqësi. Grupi i parë nuk e pranon. Grupi i dytë nuk e pranon. Kjo tregon, thënë dietarët e Islamit, që neve duhet të bëjmë shumë sebepe derisa të arrijmë qëllimin. Dhe jo të jemi pesimist, bën diçka dhe thu kjo s'bëhet. Jo, nuk është kështu. Duhet kërkosh gjithmonë më shumë derisa Zoti ta hap. Islami është feja e sebepeve dhe e shkaqeve. Kur i thot të tretit, ai thot po.
Ledvi Muhamedi s'është në mbrojtjen time. Arabët në atë kohë kishin, kur dikush e merrte në mbrojtje, ishte edhe me Zejnebin që ka ngelë në Islam, që tha unë e mbroj Ebil Asin, edhe thanë gjithë e mbrojnë. Dhe para Islamit, edhe ke ato që ishin muslimanë kishin këtë cilësi. Dhe ai tha unë do ta mbroj Muhamedin, dhe kur ka hyrë në Mekë, ai kishte nxjerrë gjithë fisin e vet për ta mbrojtë. Dhe hyri pejgamberi alayhis salam dhe ishin njerëz që e ruajshin edhe djathtas edhe majtas. Derisa ky njeri, megjithëse ishte jo besimtar, pra që i bonte shok Zotit, ky qelloi nga ato të cilës kishin armiqësi dhe ishte i kthjellët. Tha o Muhammed, ti je në mbrojtjen time, do bësh dhe tavaf. Shkon Qabe dhe e kanë mbrojt njerëzit pejgamberi alayhis salam, elhamdulillah, duke i bën madhërim Zotit në Qaben e mallnueshme. Nga ideja për të hyrë me fryk. Po, ja hapi Zoti dhe krerët e Mekës kanë dalë. Dhe i kanë thonë këtij personit që e mbrojti. Tha na thuaj, je bo ndjek si këtij apo vetëm po e mbron? Shikoj kishin hallin, vetëm mos më u bë musliman. Po, s'ka gjë të falim po ish. Po çuditshëm. Vetëm musliman. Po mbroje, jepi çfarë dush vetëm. Dhe ai i tha, jo nuk jam bë musliman. Thjesht po e mbroj se ne kemi traditë mirë dhe ky njeri duhet të jetë i sigurt. Mrekull nëse vetëm s'u bë musliman, se ajo të merri. Ideja është sikur që si e ke bëu musliman. Pra, imagjino tu u bë armiq Zotit e të fesë kot. Se çat keqe kishte Islami, edhe pejgamberi selam vetëm Zoti e din. Por njerëzit kur fiksohen, kur nuk e njohin, një pjesë e këtyre që po flasim ne që ishin armiq janë bë musliman mbrapa, po them në këtë fazë. Kur i tha ai që unë nuk jam pasuesi atij, po e mbroj, u liruan shumë vllai dash. Se shqyr që s'është bë musliman, se kur ushtohte për ato i musliman ishte bë kiameti. Po elhamdulillah kur shtohen muslimanët do mushet xheneti më shumë. Kur shtohen muslimanët, do shtohen njerëzit që adhurojnë Zotin këtë botë. Kur shtohen, po flas muslimanët vërtet, që mundohet më shumë të ketë vepra të mira se sa vepra të këqija, nuk ka as i dëm. Kur kuptohet flas Islami drejt, edhe kuptohet Islami mirë. Kush është Islami i drejtë dhe i mirë? Besimi që i madh i Zotit që është kaq i mirë që na ka dhuruar të mira pafund dhe veprat e mira. A është i mbush Kurani vëlla vetëm me këto dy ajete? Sa herë me qindra herë në Kur'an, besoni, bëni vepra të mira. Besoni, bëni vepra të mira. Besoni vepra. Kush tremet për Islamit, ne i themi, hape Kur'anin, se gjete me qindra herë që Zoti thot besoni, bëni vepra të mira, besoni, bëni vepra të mira, dhe po ti shohësh, nuk kanë një uri dhe çfarë thonë, në një cep të Kur'anit, në një ajet Kur'anit, fut atje duke e komentuar sipas dëshirës, ka i problem me Islamin. O i nderuam, lejmë këtë shif qindra ajete, besoni, bëni vepra të mira, besoni, bëni vepra të mira. Në këtë është ndërtuar themeli i Islamit. Prandaj ja them gjithë vëllezërve dhe motrave, shpërndajni këtë mesazh që Islam do të thotë me besu sundusin suprem pa i shoqëruar ti shok dhe me mbush jetën sa kemi mundësi me vepra të mira dhe me kërku falje sepse nuk jemi engjëj, të gjithë kemi gabimet tona.